ju kap ju, alien të hapësirës. Jo, raketa jo ndryshe është më e shpejtë se sa jo raketa jote, Mino. Këtë do ta shohim. Hipo kozmik, ndis shtytësat me protone. Nuk na kap dot, hipo kozmik. Kjo është një surprizë e bukur. Zakonisht, unë ju shoh vetëm natën. Nuk e mundur të flesh gjatë ditës, zoti Lis? Nesër është ditëlindja e binjakëve. Ditëlindje, çfarë dhurate do t'ju bëni? Pyetje me vend, Boronic. Mos keni ndonjë ide? Po ju mund t'i bëni një dhuratë? Ose të gjeni diçka. Kështu i kam bërë unë thesaret e mia. Ky është një nga të preferuarat e mi. Edhe ky, edhe... Mund të më japësh atë fjongo, të lutem? Po, mund ta merrni. Faleminderit, Boronic, është e përsosur për të mbështjellë dhuratën. Së pari duhet ta gjejmë dhuratën e dashur. Juhi! Ç'kemi, Rozi? Kaltrosh, Mino. Ari, mos harroj hipon kozmik. Ç'kemi, hipo kozmik? Hey, Rozi, ata janë shumë brapa nesh. Shtytësit në maksimum, hipo kozmik. Kapje suksesshme alienit kaltrosh dhe alienet Rozi. Të lumt, hipo kozmik. Mino. Më thërrit kapiteni kozmik Mino. Hey, kapiteni kozmik Mino. Ku e ke hipon tënde kozmike? Do mjaftoj një rul për të mbështjellë dhuratën? Nuk e dim. Ende se kemi gjetur, ndaj s'kemi kohë për biseda. Nuk është askush me i zotit të gjej gjëra si unë. Edhe unë, e mban mend kur e ke parë për herë të fundit hipon kozmik, Mino? Jo, isha duke drejtuar anijen kozmike. A i duhet të ketron kur po bërnim atë garën kozmike. Atëherë të dashur ju duhet ta kërkoni. Por ku? Ne pam në çdo vend. Nëse e bëjmë edhe një herë atë rrugë, do ta gjejmë. Jo. Unë nuk e kam parë hipon kozmik që kur e kishit ju për herë të fundit. Gjithsesi të faleminderit, Arimav. Mino, a pe tek zona e piknikut? Nuk ishte atje. As tek sheshi i lojrave. As tek labirinti. Më vjen keq, Mino. Por mos u shqetësoni, unë jam zbuluesja më e madhe e gjërave. La 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 la. Mirëmëngjesi. Mendova se ishte me ju. Ç'kemi, Lola? Kemi humbur hipon kozmik. Mos, hipon kozmik jo. Ishte i pëlqyer i jot. Dhe ti e kishe atë prej shumë kohësh. Mos u mërzit shumë. A ishte vetëm një lodër. Rozi, duhet ta gjejmë hipon kozmik. Shkojmë të shohim tek sheshi i shfaqeve. Ç'kemi, Mino? E gjetët hipon kozmik? Jo. Ende jo, por do ta gjejmë. Çfarë je duke parë? Asgjë, vetëm disa foto të vjetra, kaq. Hipoja kozmik kur ishte i ri. Mos u mërzit. Jam e bindur që do ta gjejmë shpejt. Unë mendoj se e di se si do ta gjejmë. Wow, sa bukur dolën? Por për çfarë janë ato? Shpesh njerëzit shpërndajnë foto të gjërave të humbura. E kuptova. Pra, kur të shohin këtë, do ta dinë që po kërkoni për hipon kozmik. Shumë mirë. Ti ngjisim pra. Tani më bën të kruhem pak.
këtu. Si po shkon puna me posterin? Mua po më bën të kruhem pak. Jo, desha të them, e gjeti kush hipon kozmik? Puna se... Jo, deri tani askush nuk e ka parë hipon kozmik. Sepse nuk është më i ri dhe i pastër si në këtë foto. Duhet isha kujdesur më shumë për të. Mos u mërzit, Mino. Jam i sigurt se do ta gjejmë përsëri. Mino, do ta mbash arushin tim sonte? Por nuk është... Faleminderit, Lola. Kapiteni Kozmik Mino për hipon kozmik. Më dëgjon? Ku je futur? A ka ndonjë lajm nga hipoja kozmik? Jo. Po për çfarë këto çorape? Nëse nuk e gjejmë dot hipon kozmik, atëherë do t'i bëjmë Minos një lodër të re. Që kemi, Boronic? Që bëhet me hipon kozmik? Unë jam gjetsja më e mirë këtu, por kontrollova gjithëndej. Dhe tani më janë lodhur shumë krahët. Ndoshta mund të të ndihmoj. Me që po këmgull, pak kek me karota do të më ndihmonte shumë. Më parë, le ta kërkojmë edhe një herë. Ne të kemi për një surprizë. Mirë mëngjes, Mino, unë jam Astro Alieni. Wow! Unë bëra krahët, ndërsa unë bëra këmbët. E di që nuk është hipoja kozmik, por... Ndoshta është koha edhe për ndryshim. Faleminderit. Është ai! E di që është ai! E pash! Çfarë? Hipon kozmik? Po! Boronic, a je e sigurt? Është një hipo me helmet kozmike. Po, ai është. Ku? Më ndiqni mua. Ato thash që do u pëlqente. Boronic, kishe të drejt. E gjetëm dhuratën e përsosur. Hipo kozmik! Më falni, ai është... Gëzuar ditëlindjen mi ushtë të vegjël? Rafsh, Mina. Por ai është hipoja jot kozmik. Them se nuk më duhet më. Është më mirë që ta mbajnë ata të vegjëlit. Më thoni miush, juve ju pëlqen Astro Alieni? Është shumë i bukur, apo jo? Unë i bëra krahët. Unë jam Astro Alieni. Shiko, Mino, ata e pëlqejnë edhe më shumë se hipon kozmik. Sa të lumtur. Sigur të kishim gjetur edhe ne një si ato. E po, mbase ata mund të ndrojnë Astro Alienin me hipon kozmik. Me të vërtet? Vetëm nëse nuk mërzitesh ti, Mino. Jo, unë nuk kam se të mërzitem. Vëmendje të gjithë alienët. Tani hipoja kozmik do vit ju kap. Kaltrosh, pse nuk je në shtratin tënd? Unë mendova se ishte koha për një ndryshim. E shikoj? Po, unë ku do të fle tani? Ti mund të flesh të shtrati im? More Kaltrosh, sa rehat shumë qënka dhe sa argëtues, më pëlqen shumë. Unë them se është koha ti ndryshojmë përsëri. Sa mirë. Shtrati im lëkundës është më i miri. Ke të drejt, Kaltrosh, këtë nuk e bën dot në një shtrat. Kjo është bota e rozë.